Situata e krijuar nga moti i keq gjatorëve të fundit në vendin tonë vijon të mbetet më problematike në zonat jugore. Në Çuk të Sarandës, argjinatura e lumit bistrisë Shçar dhe si pasojë janë përmbytur 5 banesa dhe qindra hektar tokë bujqësore. 4 barin kanë mbetur të izoluar. Përmbytje janë raportuar edhe në zonën e Shalësit, ku lumi i pllavës ka dalë nga shtrati i pranurës në Vil, duke izoluar 6 fshatra të njësisë administrative Markat. Ndërkohë, aksi rrugor Delvin Muzin është bllokuar si pasojë e rënjës së dherave. Situata paraqitet kritike edhe në Vlorë, ku lumi vjosa, niveli të cilit ka arritur në 8.25 metra, ndërsa pritet ende rritje për shkak të prurjeve të mëdha nga Tepelena dhe Memaliaj. Në Mifol dhe Novosel ka përmbytje të tokave bujqësore dhe banesave. 10 banesa raportohen të përmbytura dhe në Nuj në fshatin Fitore, pranurës së Mifolit dhe 7 të tjera në Novosel, ndërsa banorët janë evakuar. Edhe në Fier situata është e rënduar në fshatrat përgjatë Vjosës, Kashish, Çerven dhe Ferraz. Ka prezencë të ujit në toka bujqësore brenda argjinaturës, ndërkohë që niveli i prurjeve në lumin Seman vijon të rritet. Në Nuj ndodhen ende edhe puset e ujit të pishëm që furnizojnë stacionin Kafaraj, duke shtuar rrezikun për furnizimin me ujë të sigurt në zonë. Moti i keq ka përfshirë vendin gjatë ditëve të fundit, ka bërë që lumi Osum të dalë nga shtrati, duke bërë që pedonalja Berati të jetë nën pushtetin e ujit. Niveli i ujit ka rritur 20 cm, teksa rrezikon bizneset aty pranë. Këta të fundit kanë vendosur të thasë me rër para dyerve të subjekteve për të shmangur futjen e ujit. Forcat zjarfikse po punojnë për heqjen e ujit. Në qarkun e Gjirokastrës, rreshtet me intensitet të lartë kanë shkaktuar disa probleme me prezencë të madhe ujit në disa zona dhe inerte në disa akse rrugore. Problemi janë shënuar në aksin Kardhiq-Delvin, pranë tunelit të Skërficës, në aksin Tepelen-Gjirokastër, pranë zonës së njohur si Shkalla e Zezë, si dhe në rrugën Gjirokastër-Kakavi, përballë fshatit Bularat. Falë ndërhyrjes së firmave kontraktore, të gjitha akset aktualisht janë të qarkullueshme. Po ashtu është monitoruar dhe niveli i lumit Vjos, i cili në orën e parë të mëngjesit ka arritur në 6.2 metra në urën e Memaliajt dhe 4.4 metra në urën e Përmetit. Situata e motit ka shkaktuar probleme me rrjetin elektrik. Fshatrat e zonës Lutfinjë dhe Buzit në Memaliaj mbeten pa energji elektrike, pasi përcjellësit e Fidera, Minjera 1 dhe Maricaj vazhdojnë të jenë në kontakt me rrjedhën e lumit Vjos. Edhe në Gjirokastër raportohen problem në furnizimin me energji elektrike në fshatin Lazarat. Prefektura e Korçës njoftoi se rreshtet e dentura të rëna gjatorëve të fundit kanë shkaktuar probleme në disa zona të vendit. Në Korçë, podrumet dhe arkiva e prokurorisë janë përmbytur, por situata është stabilizuar pas ndërhyrjes së ekipeve të emergjencës. Në Maliq, rreshtet kanë shkaktuar defekt në një fiber elektrike dhe mungesë energjie në një pjesë të qytetit, ndërsa në Sovjan janë evakuuar banorët. Bagti dhe Koshere Bletësh raportohen se bagti të mbytura në Leshnjë, si dhe prezencë e ujit në oborret e banesave pranë Vloçishtit. Lumi Dunavec është qarë në 2 pika, duke përmbytur sipërfaqe bujqësore. Në Postec ka rrezik dalje të projit në rrugën Dogan-Goric e vogël dhe prezencë inertesh në aksin Zvezd-Goric. Në Devol situata paraqitet të rënduar në Progrër, Mançurisht dhe Dobraj, ku është e nevojshme ndërhyrja urgjente për projin që ka përmbytur tokat bujqësore. Rruga Miras Arrës ka pësuar shkarje dherash dhe gurësh në Palos. Është përmbytur një banesë në qytet. Raportohet tjetër shkarje dhe u. Strukturat e emergjencës vijnë punën në terren për normalizimin e situatës dhe garantimin e sigurisë dhe jetës së qytetarëve. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile së bashku me strukturat në varësi mbeten në monitorim të pandërprerë të situatës në të gjithë vendin dhe në kontakt të drejtë për drejtë me strukturat vendore, ekipet e emergjencës dhe institucionet përgjegjëse për ndërhyrjen e menjëhershme në rast të përkeqësimit të kushteve atmosferike.